gjithashtu për angazhimin e tyre shumë të çmuar, hartimin një programi me të cilin garantohet një riorganizim, një transformim tërësor i infrastrukturës ligjore, organizative të këtij sektori jashtëzakonisht rëndësishëm për një vend dhe një shoqëri, siç është sporti. Në programin që ka hartuar Departamenti i Sportit apo strategjia e sportit kombëtar, është një strategji me të cilën së pari sporti çlirohet nga mafia qeveritare, e cila në çdo diktaturë është një pseudo aleat i sportit. Kur themun këtë, vjen nga anë dheut, pse është vllau i kryeministrit, merr klubin dhe vendos pabarazi absolute me klubet tjera. Për meritën e vetme se mafia qeveritare përfaqësohet me vllaun e kryeministrit. Sporti do të ketë ligjin e vet, të cilin do garantohen me ligj të gjitha burimet financiare transparente, të pastërta, të gjitha investimet, sponsorizimet e sektorit privat dhe shtetëror, me inkurajim të madh do përmet ligjit sponsorizimit, të angazhimit të biznesit në mbështetje, krahas saj buxheti për sportin do të dyfishohet. Shanset e barabarta, e theksova edhe një herë, në raport me shtetin të klubeve, janë të domosdoshme për një garë të ndershme fisnike të tyre brenda vendit dhe jashtë. Mafia qeveritare në sport është problematike edhe në pazaret që bëhen pas perdeve, në ato që quhen shitje dhe blerje. Ligji do t'u jap përgjigjen më të rrept. Pra, dhe njëherë, Partia Demokratike konsideron një sektor shumë të rëndësishëm. Partia Demokratike konsideron sportin dhe edukimin
të pandar nga njëri tjetri. Edukimi sportiv i nxënësve, i të rive, do t'jetë shtyllë kryesore e sistemit tonë arsimor. Është sot e njohur se çfarë rëndësie ka në suksesin, në rezultatin e individit, performanca e tij, përgatitja e tij psikologjike dhe fizike. Të dyja këto të lidhura shumë me sportin. Degët e sportit do të gjejnë mbështetje, stimuj, jo duke i shpallur kapiten apo kolonel me spaleta, por duke u shpërblyer, pa i militarizuar. Ata apo ato për të gjithë meritën që kanë. Duke shprehur mirënjohje për përfaqësimin e tyre në të kombit të flamurit, në gara dhe suksese ndeshje ndërkombëtare. Ka një moment, sigurisht që futbolli mbetet